Rreshtet e mëdha të shiut në ditët e fundit kanë ngarkuar dhe sistemin e kanalizimit fekal në Gjakov. Kështu kanë informuar zyrtar nga kompania rajonale Ujësiesit Radoniqi. Kaltrina Rudi zëdhën se në këtë kompani thotë se kjo ka ardhur si pasojë depërtimit të ujrave atmosferik në sistemin e këtij kanalizimi. Ne si kompanie bëjmë mirëmbajtjen e rregullt të kanalizimit, edhe pse dihet që kanalizimi është aset i komunës së Gjakovës. Gjatë muajve të fundit, ne kemi bërë pastrimin e rrjetit të kanalizimit në lagjet Brekoc, Tardani, lagjen Sef, Oriz, pjesën e vjetër të qytetit ku përfshihet Qarshia e Vjetër, rruga Bajram Curri, rruga Mithat Frashëri dhe të tjera. Nga të rreshrat, vendet më të ndjeshme janë pjesa jugore e qytetit, aty ku janë të vendosur kolektorët, lagja Brekoc, pasi është zonë mollët e qytetit, si dhe lagja Tardania, sepse ujrat atmosferik i ka të kyçura në sistemin e kanalizimit fekal. Ajo ka treguar se ekipet e kësaj kompanie po qëndrojnë gjatë gjithë kohës në terren në mënyrë që të mbajnë rrjetin e kanalizimit në gjendje funksionale. Kryesisht kanë qenë ankesat në lagjet e lartcekura, aty ku ne i dim ku janë problemet më të mëdha, ato kanë qenë fillestare si ankesa ku kemi shkuar dhe kemi intervenu. Kjo kompani apelon te konsumatorët e saj që të paraqesin tek ata rastet emergjente me të cilat mund të ballafaqohen.